Një ndryshim historik po ndodh në sistemin e çmimeve të referencës për pasuritë e paluajtshme në Shqipëri. Për herë të parë, fshatrat e vendit do të kenë çmime të referencës të njëjta me qytetet, duke u bërë kështu subjekt i një rritje të ndjeshme të taksave për banorët rural. Qeveria po rishikon projekt vendimin për përcaktimin e çmimeve të ndërtesave për banim, ku përfshihet gjithë territori i vendit, sipas ndarjes administrative në zona urbane dhe rurale. Aktualisht, bashkitë mund të aplikojnë për zonat rurale një reduktim deri në 35%, krahasuar me çmimet e qytetit përkatës. Me ndryshimet e propozuara, kjo mundësi do të hiqet dhe të gjithë qytetarët, pavarësisht nëse jetojnë në qytet apo fshat, do të përballen me të njëjtin çmim referencë. Sistemi i mëparshëm i përcaktuar me VKM numër 132 të vitit 2018 ndante rrethet në 67 zona referencë. Një rishikim i propozuar në korrik 2025 shtonte 59 zona të reja urbane, duke çuar numrin total në 116. Por ndryshimet e fundit e rrisin këtë numër në 176, duke përfshirë edhe fshatrat e të gjithë vendit dhe duke krijuar një hartë më të detajuar të çmimeve për ndërtesat e banimit. Në Durrës, për shembull, një zonë rurale që dikur kishte çmim të reduktuar, do të ketë tashmë çmim referencë 67.500 lekë për metër katror, po aq sa qyteti. Në Gjirën e Larzit dhe Hamallaj, ku aktualisht çmimet ndryshojnë sipas afërsisë me vijën bregtetare, zonat rurale do të paguajnë po të njëjtat çmime si qyteti i Durrësit. Për shembull, Himara ndahet në 5 zona kadastrale, ku çmimi i referencës për zonën numër 1 shkon nga 58.000 në 140.000 lekë për metër katror, një rritje prej 141%. Saranda për zonat numër 1 dhe numër 3 arrin 100.000 lekë për metër katror, ose rreth 79% më shumë se më parë. Madje, Ishulli i Sazanit për herë të parë futet në hartën e çmimeve referencë, mbas projekti rezidencial të kompanisë Affinity Partners. Çmimi i tij përcaktohet në 200.000 lekë për metër katror, duke u bërë një nga zonat më të shtrenjta referencë në vend. Kjo rritje e çmimeve do të pasqyrohet automatikisht tek detyrimet për taksën e ndërtesës dhe taksën e ndikimit në infrastrukturë. Në Durrës, një qytetar me një shtëpi 60 metër katror aktualisht paguan 2025 lekë në vit, rreth 168 lekë në muaj. Mbas hyrjes në fuqi të çmimeve të reja, detyrimi i tij do të shkojë në 6.000 lekë në vit, rreth 500 lekë në muaj, një rritje prej 196%. Bizneset nuk do të jenë më përjashtim. Një dyqan 90 metër katror, që më parë paguante 12.150 lekë në vit, do të duhet paguaj 36.000 lekë sipas çmimeve të reja. Edhe taksa e ndikimit në infrastrukturë do të rritet proporcionalisht. Për një objekt rezidencial pranë portit të Durrësit, me sipërfaqe 100.000 metër katror, detyrimi aktual është 540 milion lekë. Me çmimet e reja të referencës, kjo shifër do të arrijë në rreth 1 miliard lekë. Çmimet e reja do të përdoren gjithashtu për rivlerësimin e pasurive, si nga individët, ashtu edhe nga bizneset. Çmimet më të ulta nuk do të jenë më të lejueshme, duke krijuar një bazë të standardizuar për vlerësimin e pasurive në të gjithë vendin. Ministria e Financave parashikon që rritja e detyrimeve fiskale nga kjo reformë të arrijë rreth 2.6 miliard lekë, duke përfshirë taksën mbi ndërtesën dhe taksën e ndikimit në infrastrukturë. Në përfundim, kjo reformë, e cila fut fshatrat në të njëjtin sistem taksash si qytetet, pritet të ketë një ndikim të madh financiar për mijëra familje dhe biznese, duke reflektuar zhvillimet e tregut të pasurive dhe nevojën e qeverisë për të unifikuar bazën fiskale në të gjithë vendin.